Sali Berisha u paraqit në prokurin e posaçme, por pas daljes prej saj zhvendosi vëmendjen te gjykata kushtetuese, ndaj së cilës ngriti akuza për vonesa në shqyrtimin e kërkesës së tij për masën e sigurisë. Kreu i Demokratëve pretendoi se kërkesa e tij është depozituar rreth 10 muaj më parë dhe se gjykata nuk respekton afatet ligjore për shqyrtimin e masave të sigurisë. Ajo është një piramidë mashtrimi e shembur dhe siç keni pa ju. Çdo dëshmitar ka bërë deklaratat në mënyrë të tillë që ka treguar se s'ka patur zero ndërhyrje, ka zbatuar ligjin. Gjatë prononcimit për mediat, ai komentoi edhe thirrjen si dëshmitar të ish presidentit Bamir Topi në procesin gjyqësor të dosjes Partizani. S'kam nevojë për asnjëri në botë të dëshmoj pro meje, sepse është faktuar, nuk ka asnjë shkelje ligjore. Kreu Demokrat thanë se prej të paktën një viti mbajnë sekret emrat e disa zyrtarëve të lartë që sipas tij kanë udhëtuar me biznesmen me një charter të veçantë nga Tirana në Aruba. Lidhur me Arubën figuron emri i Angel Agachit, Ergys Agasit dhe i Damianit që thot betohem. Betohu në Bibël, nuk pranoj të betojnë në Bibël. Ja krijova mundësinë, urdhoj ta dil këtu, të nxjerrin Biblën dhe betohu. Atë jo se ka qenë dhe Natos. Ndërkohë, procesi Partizani vijon në gjykatë ku SPAK akuzon Sali Berishën dhe dhëndren e tij Amar Maltezi së bashku me persona të tjerë për korrupsion lidhur me privatizimin e ish kompleksit sportiv. Sipas hetimeve të prokurisë së posaçme, vendimarrjet e marra gjatë kohës kur Berisha ishte kryeministër dyshohet se kanë favorizuar privatizimin e pronave të ish kompleksit Partizani, ndërsa ndaj Maltezit rëndon edhe akuza për pastrim parash që sipas SPAK lidhet me përfitimet e krijuara nga ky proces.